بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها. Kërkoj shpërblimin tënd, o Zot, dhe nderimi e lavdrimi i Allahut qoftë për ty për Ehli Bejtin e Resulit tënd. O Zotim, të lutem me mëshirën tënde që përfshin çdo send, me fuqinë tënde me të cilën ti mposh të gjitha sendet, përpara së cilës në nshtrohen të gjitha gjërat, përpara së cilës përullën të gjitha sendet, të lutem me forcën e imponimit tënd me të cilën ti mposh të gjitha sendet, me madhështinë tënde që nuk e përballon asnjë send, me madhështinë tënde që ka mbushur të gjitha sendet, me pushtetin tënd që është lartësuar mbi të gjitha sendet, me fytyrën tënde të qëndrueshme pas zhdukjes së gjitha sendeve, me emrat e tua, të cilët kanë mbushur anët të gjitha sendeve, me diturinë tënde që ka rrethuar të gjitha sendet, me dritën e fytyrës tënde që ndriçon të gjitha sendet. O dritë, o i shenjtë të ruar, o i pari të pareve, o i fundimi të fundimeve, o Zotim, falmi mëkatet që azisojnë përfundimin e veprimeve të mira. O Zotim, falmi mëkatet që sillin dëshkimin. O Zotim, falmi mëkatet që tjetërsojnë mirësitë. O Zotim, falmi mëkatet që bllokojnë lutjen. O Zotim, falmi mëkatet që sjellin pësimin. O Zotim, falmi mëkatet që ndërpresin shpresën. O Zotim, më fal çdo mëkat që kam bërë dhe çdo gabim që më ka kaluar. O Zotim, kërkoj të afrohem tek ti duke të përmendur ty. Kërkoj ndërmjetësimin me ty për te ty. Të kërkoj që me bujarin tënde të më afrosh pranë vetës tënde. Të më inspirosh që të të falenderoj vetëm ty. Të më inspirosh që të të përmend vetëm ty. O Zotim, të kërkoj me përgjërim, me përullësi dhe me frikë, të më ndjesh e të më mëshirosh. Me caktimin tënd të bësh që unë të ndjej kënaqësi, të më bësh dëshmues të kënaqësisë dhe kryullet në të gjitha gjendjet. O Zotim, të drejton me kërkesën e më të varfrit më nevojtarit, ashtu si që kërkon vetëm ai që ka dëshirën e madhe për të drejtuar vetëm te ty. O Zotim, pushteti ju të madhëroft, pozita jo të lartësoft. Fuqia e pushtetit tënd është e fshehur për të azisuar dredhit, urdhrit e shpallur haptas, forca jote mposhtë se dominon. Fuqia jote është e pandërprerë dhe nuk mund të shpëtojë gjykimit tënd. O Zotim, për mëkatet e përligësitë e mia nuk gjej as falës, as dikë që ti sprapsoj, nuk gjej as kënd asgjë përveç madhërisë tënde, që punët e mia të këqija më shndrojnë të mira. Nuk ka zot tjetër përveç teje. Ty nuk të mungon asgjë. Ti nuk ke nevojë për asgjë. Ti nuk ke asnjë tëmet, e asnjë mangësi. Të lutem me falënderimet e me lavdërimet që janë të veçanta vetëm për ty. Unë i bëra padrejtësive të vetes me guximin e padijes time. Unë gjeta qetësi jo vetëm nga përmendja e përhershme që ti bën për mua, por edhe nga ai që prej teje vjen mbi mua. O Zotim, o miku im, o zotëria im, o zotëruesi im, sa të liga më ke mbuluar, sa skandale fatkeqësi më ke pakësuar, nga sa goditit e prishme më ke ruajtur, nga sa punë të urrë më ke sprapsur,
Nga sa të këqia më ke ruajtur, sa lavdërimet e bukura të cilat unë nuk e meritoj ti ke përhapur për mua. O Zoti im, sprovat që unë kaloj janë të mëdha. Gjendja ime e keqe bëhet e skajshme. Punët e mia mbeten vetëm të mangta dhe prangat më lidhen. Prerja e shpresës më mbylli derën e dobësisë. Më gënjeu kjo botë me mashtrimet e saj. Më gënjeu egoja ime me veprimet e dënueshme gjaku im I shprishur. O Zoti im, pash madhërinë tënde, mos I vër perdje lutjes të bëj për punët e veprimet e mia të këqija. Mos më diskredito duke mbuluar të fshetat e mia për të cilat ti ke dijenit të plot. Mos e shpejton dëshkimin mbi mua për shkak të punëve të liga që kam bërë në vetmin time. As për shkak të ligësive ku jam zhytur nga padia ime. As për shkak të epsheve të shumta dhe të shkujdesjes. O Zoti im, pash madhërinë tënde, je I but me mua në të gjitha gjendjet, të më ndish në të gjitha punët për të cilat duam dëshkuar. O Zoti im, o edukuesi im, cilin kam unë përveç teje? O sunduesi im, ti vendose që unë të ndjek dëshira dhe egon time dhe të mos jem e kujdeshme ndaj zbukurimeve që me bën armiku im, I cili me mashtroj me ngasjet e tij dhe unë e kënaqja me veprimet e mia. Unë te I kalova edhe ato që ishte vendosur të ndodhte mbi mua. Unë shkela kufit që ti ke vënë dhe kundërshtova disa nga udhrat e tua. Lavdërimi I falëndrimi janë vetëm për ty. Për të gjitha këto, nuk kam asnjë argument në favorin tim. Gjithçka që më ndodh është me vendimin e caktimit tënd. Të gjitha këto më imponon nga urtësia jote dhe sprova në të cilën ti më ke dhënë. O Zoti im, unë vitet ti pasi kam rënë mangut përgjegjësi dhe kam shpërdoruar me veten time. Vitet ti duke të kërkuar ndjes dhe penduar dhe duke mos preferuar të ardhmen. Vitet ti duke të kërkuar falje për mëkatet dhe duke qortuar veten. Vitet ti e vendosur e dëgjueshme dhe mirënjohëse. وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري. Nuk gjej vend nga t'ja mbath për ato që kam bërë. Nuk gjej vend ku mund të kërkoj ndihmë për punët e mia duke t'u drejtuar ty. Përveç pranimit të ndjesë që I kërkoj madhërisë tënde, të më futesh në ngjërësinë e mëshirës tënde. O Zoti im, pranoje ndjesën time. Më mëshiro kur jam në gjendjen më të vështirë dhe më shpëton nga vështirësitë e mëdha që më vijnë nga punët e mia. O Zot, mëshiroje dobësinë e trupit tim me hollësinë e lëkurës time, si dhe thyeshmërinë e kockave të mia. Ti që fillove krijimin tim, mbrojtjen time, edukimin tim. Ti që fillove mirësitë për mua dhe ushqimin tim. Më fal për hir të fillimit të bujarisë tënde dhe mirësisë tënde më të parë mbi mua. O Zoti, o zotëria im, o edukuesi im, a do të më fusësh zjarrin tënd pasi unë kam besuar se vetëm ti je Zoti një I vetëm? Pasi zemra ime është përqendruar vetëm në këtë besim në njohjen tënde, dhe gjua ime është vendosur të përmend vetëm ty, besimin në gjëjen time vjen prej dashurisë tënde. Vjen pas mirënjohjes dhe lutjes time të sinqertë. Unë jam plotësisht të nështroj ndaj pushtetit të sundimit tënd. O ti më I nderuari, është e pamundur që ti të humbësh ato që vetë edukove, dhe të largosh ato që ti vetë ofrove, ose të anësh në rrugë të madhe ato që ti vetë dhe stre, ose të dorëzosh në fatkeqësi ato që ti vetë ndihmove dhe mëshirove. Ah, sikur kjo lutja im, o zotëria im, Zoti im, o më I afërm im, të ishte aq e fuqishme sa të ndalte ndëshkimin e zjarr. Për ata që kanë ulur kokën e sejdë për madhërinë tënde,
për ato gjë që shqiptuan nga thellësia e zemrës së ti je Zoti një i vetëm, për ato zemra që të falenderojnë dhe lavdërojnë vetëm ty, për ata që pohojnë me mirënjohje se vetëm ti je Zoti e zotëruesi, duke vërtetuar diturinë për ty që mbajnë ndërgjegje, derisa u bën të nënshtruara të frikësuara, dhe për ato gjymtyrë që me bindje të adhurojnë vetëm ty, dhe që të drejtohen ty me përvojtori për të kërkuar faljen e mëkateve. Ç'është ky mendim për ty? Sikur ti nuk na njofton për mirësitë që brojnë prej madhërisë tënde, o i nderuar, o Zot. Ti e di dobësinë time ndaj atyre pak pësim dhe mundimeve të kësaj bote. Ti di të gjitha gjërat e padëshiruara që bien mbi njerëzit. Këto janë pësime gjërat e padëshiruara që kalojnë në pak kohë, përballohen me lehtësi dhe brenda një afati shumë të shkurtër. Si do t'i përballojmë pësimet dhe gjërat e padëshiruara që do ndodhin në botën e ardhshme? Ato janë pësime të qëndrueshme që vazhdojnë gjatë. Këto pësime kurrë nuk do të lehtëson atyre që do t'i pësojnë, sepse këto pësime të rënda vijnë vetëm prej zemërimit tonë dhe hakmarrjes tënde. Këto janë pësime që nuk i përballon dot as qejt, as toka. O Zoti im, si do t'i përballojnë rob yti pafuqishëm i nënshtruar i përbuzë dhe me mjeruar i ndër të mjeruarit? O Zoti im, o zotëruesi dhe i afmi im, për cilën punë të ankohem të ti? Për cilën nga këto punë të shqetësohem me të qaj? Për ashpërsinë e ndëshkimit të dhimbshëm apo për kozgjatjen e pësimit? Nëse ti vendos të më ndëshkosh në grupin e armiqeve të tu, në grupin e atyre që ndëshkon për mëkatet e bëra, nëse ti më ndan nga të dashurit e miq të tu, o Zoti im, o zotëruesi im, o i afmi dhe edukuesi im, më jep durimin që të përballojnë ndëshkimin tënd, po ç'është mund të duroj ndarjen me ty? Prandaj, më duro durim që të përballoj nxehtësinë e zjarrit tënd. Qysh mund të duroj të mos shikoj bukuritë e papërshkueshme të mirësive të tua? Qysh do mundem të duroj të banoj në zjarrin që shpresoj në faljen tënde? Betohem sinqerisht në madhërinë tënde, o zotëruesi i afmim. Nëse do të më lejosh të flas nga mesi të ndëshkuarve, do të drejtohem me zë të lartë, ashtu siç të drejton ata që shpresojnë. Do të të therras ty me zë të lartë, ashtu siç therrasin ata që janë të detyruar. Të të qaj para teje, ashtu siç thajnë ata që kanë humbur gjën më të shtrenjtë. Kudo që të jem, vetëm ty do të drejtohem, o miku i besimtarve, o qëllimi i fundit i shpresës së atyre që njohin madhërinë tënde, o ndihmuesi të gjithë atyre që të kërkojnë ndihmë, o i dashuri i zemrave të sinqerteve, o Zot i botëve. أملطوا للبلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعداء ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثق. O i dashur i zemrave të sinqerteve, o Zot i botëve, vetëm ty të kërkoj qetësinë pas shtrëngesës. Vetëm ti je pas një tëmet dhe vetëm ty nuk të mungon asgjë. Vetëm ti nuk ke nevojë për asgjë dhe vetëm ti je plot pushtetshmi. O Zoti im, me lavdërime që takojnë vetëm ty, nga mesi të ndëshkuarve vetëm ti e dëgjon zërin e një robi musliman, i burgosur në zjarr për shkak të kundërshtimit të tij. Prandaj, ai po ndëshkohet për mëkatet që ka bërë. Ai është mbyllur në shtresat e zjarrit për krimet e mëkatet që ka kryer. Ai të thret ty, ashtu siç thret vetëm ai që shpreson në mëshirën tënde. Ai të thret ty me gjuhën e atyre që thonë: Ti je Zoti një i vetëm. Ai kërkon ndërmjetësimin tënd me cilësinë tënde si zotëruesi i gjithçkaje. O sunduesi im, si mund të gjentroj në ndëshkim ai që të lutet në butësinë tënde të premtuar? Si mund të duroj dhimbjet e ndëshkimit në zerr ai që shpreson në mirësinë në mëshirën tënde? Si mund të ta djegin ato flakat të zjarrit dhe ti dëgjon zërin e tij dhe sheh vendin ku ai gjendet? Si mund që atë ta përfshin gjuhët e flakëve dhe ti di besimin e tij dhe dobësinë e tij të sinqert? O Zot, si mund të ta zvarrisin ato një të ndëshkues dhe ai të thret ty?
O Zotim, si mund që ai të shpresojë shpëtimin dhe ti e lë ato në zjarr? Larg qoftë ky paragjykim për madhërinë tënde. Asgjë e tillë nuk është e njohur nga mirësia jote. Nuk ka asnjë shembull të tillë që ti me mirësinë dhe bamirësinë tënde të kesh trajtuar me ndëshkim ata që besojnë se vetëm ti je Zoti një i vetëm. Betohen prerë në atë që di. Sikur në urtësinë tënde të mos ishte që ndeshkon ata që të mohojnë ty, dhe sikur të mos ishte vendimi për të ndeshkuar përgjithsisht kokëfortet kryeneç, zjarrin, ti do ta bëje të ftohtë shpëtim dhe askush nuk të kishte vend në të. Të shenjtëruar janë emrat të tu të bukur. Ti je betuar. Do ta mbush zjarrin me mohuesit gjin e njerëz në zjarr do të qëndrojnë përgjithsisht vetëm mohuesit kryeneç e kokfort. Ti, vetëm ti që e lavdëruar e këtë e ke thënë qysh në fillim. Por një kohë shumë të gjatë ti dhurova mirësi të shumta e nderim. Nuk mund të jenë të barabartë besimtari me ato që lën urdhrin e Allahut. O Zoti, o Zotëruesim, të lutem me fuqinë me të cilën ti paracakton. Ti vendos çështjet përfundimisht dhe amortësinë më të madhe. Të lutem me fuqinë tënde me të cilën ti impos gjithçka që e bëre të jetë në këtë botë. Të lutem largoje nga unë në këtë natë, në këtë orë, çdo mëkat që kam kryer dhe çdo faj që kam bërë, çdo punë të keqe që kam mbajtur të fshet, çdo punë të mirë që kam ditur dhe kam mbuluar, ose kam shpallur, ose kam fshehur, ose kam nxjerrë në dukje. Të lutem largoje nga unë në këtë natë, në këtë orë, çdo mëkat që kam kryer dhe çdo faj që kam bërë, çdo punë të keqe që kam mbajtur të fshet, çdo punë të mirë që kam ditur dhe kam mbuluar, ose kam shpallur, ose kam fshehur, ose kam nxjerrë në dukje. Çdo të keqe që ti ke urdhëruar dy shkruesit të nderuar të regjistrojnë. Ti ke ngarkuar të urajnë çdo gjë që del prej meje. Ti ke bërë ata që dëshmojnë kundër meje së bashku me gjymtyret e mia. Ti je mbikëqyrësi mbi mua përveç atyre që ti ke ngarkuar të më vëzhgojnë. Ti je dëshmuesi për gjithçka që atyre mbetet e fshehtë, dhe që ti vetëm me mëshirën dhe mirësinë tënde do afshehu ambulova atyre. Të lutem të më japësh me të prisë nga të gjitha të mira që ti ke zbritur. Të më japësh çdo bamirësi që ke në mirësinë tënde. Çdo të mirë që ti shpërndan dhe çdo llojshim të mirë që ti ke dhënë. Të lutem për çdo mëkat që vetëm ti e fal, për çdo gabim që vetëm ti e mbulon. O krijues, o krijues, o krijues, o Zotim, o sunduesim, o zotëruesim, o ti që disponon dobësinë time. Jam në dorën tënde të më kapësh për kokët e më flakësh në ndëshkim. Vetëm ti e di më mirë nevojën që kam dhe mjerimin ku kam rënë. Vetëm ti e mirë informuar për varfërinë time. O krijues, o krijues, o krijues. Të lutem me të vërtetën tënde, të lutem me shenjtërinë tënde, të lutem me cilësitë tua më të larta, me emrat e tu më të mëdhenj. Kohën time në atë ditë bëje të jetë vazhdimisht për të përmendur madhërinë tënde dhe në shërbimin tënd. Dhe punët e mia të jenë të pranueshme të ti, derisa të gjitha virdet dhe veprat e mia lavdërime përkujtuese të jenë një vird i vetëm. Bëj që gjendja ime të jetë pa shkëputje në shërbimin tënd. O Zotëruesim, o ti që nuk ke tjetër për mbi vete, o ti te i cili unë parashtroj ankimet për gjendjen time, o krijues, o krijues, o krijues, forcoj gjymtyret e mia në shërbimin tënd. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك O krijues, o krijues, o krijues, forcoj gjymtyrët e mia në shërbimin tënd, më bëj të qëndrueshme të vendosur në nevojat e mia. Më dhuro seriozitetin në frikën ndaj madhërisë tënde dhe vazhdimsinë e pandërprerë në shërbimin tënd. Gjithçka ta bëj me shpejtësi vetëm për ty. Në sheshin e konkurruesve të dalluar që nxitojnë për të ti, unë jam më përveluar ndër të dashuruarit për të afruar të ti. Që të jem afër teje, ashtu siç janë të përkushtuarit. Të jem në frikën tënde ashtu siç janë të vetëdijshmit. Më bashko me fqinjësinë tënde së bashku me besimtarët. O Zotim, sprapsa atë që ka qëllim të keq ndaj meje. Vetëm ti zgjeson kurthet e kudo që ngre kurthe kundër meje.
Bëj që ndër robët e tu të kenë vendin më të nderuar pranë teje. Bëj që të jem më i afërm dhe më i privilegjuar pranë madhërisë tënde. Të gjitha këto arrihen vetëm në saj të mirësisë tënde. Më begato me bujarinë tënde dhe më bëj që të prirem ka lavdia jote. Më ruaj me mëshirën tënde dhe bëj gjuhën time që të përmend vetëm ty. Bëj që zemra ime të jetë zhytur në detin e dashurisë vetëm për ty. Bëj mirësitë e veçanta me përgjigjen e bukur ndaj lutjes time. Me pakëso pësimi që do të bien mbi mua dhe me fal gabimet që bëj padashje. Ti me caktimin tënd, u ke vënë detyrë robëve të tu që të të adhurojnë vetëm ty. Ti ke urdhëruar ata se të lutën vetëm ty. Ti ke siguruar se do të përgjigjesh lutjes së tyre. O Zot, fytyrën time kam drejtuar vetëm te ti. Te ti o i madhi Zoti kam shtrirë duart e mia. Pash madhërinë tënde. Përgjigju lutjes time. Më komuniko qëllimin tim të fundit dhe mos e privosh shpresën time nga mirësitë tua. Më ruaj prej të keqes së armiqjve të mi, gjin e njerëz. Vetëm ty të arrin me shpejtësi kënaqësia për punën e mirë. Fala ato që nuk zotëron gjë tjetër përveç lutjes. Vetëm ti e vepruesi sipas dëshirës. Të drejtohem vetëm ty, sepse emri yt është ilaç. Përmendja jote është shërim dhe bindje ndaj madhërisë tënde mjaftueshme. Më shiroj atë që ka për kapital vetëm shpresën dhe për armë ka vetëm të qarën. O Zot, fytyrën time kam drejtuar vetëm te ti. Te ti o i madhi Zoti kam shtrirë duart e mia. Pash madhërinë tënde. Përgjigju lutjes time. Më komuniko qëllimin tim të fundit dhe mos e privosh shpresën time nga mirësitë tua. Më ruaj prej të keqes së armiqjve të mi, gjin dhe njerëz. Vetëm ty të arrin me shpejtësi kënaqësia për punën e mirë. Fala ato që nuk zotëron gjë tjetër përveç lutjes. Vetëm ti e vepruesi sipas dëshirës. Të drejtohem vetëm ty sepse emri yt është ilaç. Përmendja jote është shërim dhe bindja ndaj madhërisë tënde është mjaftueshme. Më shiroj atë që ka për kapital vetëm shpresën dhe për armë ka vetëm të qarën. O mirë së madh, o sprapës i dëshkimit, o drita me shpejt për ata që janë në rësirë, o i shumë dituri që nuk mësohesh. Lartësoje Muhamedit dhe familjen e Muhamedit dhe me mua, bëj ashtu si që të bësh vetëm ti me ata që meritojnë. Mirësia e veçantë e lavdrimi i Allahut qoftë për të dërguarin e tij, për imamët e bekuar nga familja e tij, për të gjithë shumë nderim me mirësi. نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك